Shkurti, duket që kemi sërish përplasje, tension, përdorim të molotove dhe gazit lotësjellës. Qaste sa të mundsohet lidhja me gazetaren Klodiana Lala. Klodi, jemi së bashku. Shohim në këto pamje të drejt për drejta, janë të shumta. Ka gaz lotësjellës në këto momente që përdoret nga uniformat blu. Klodi, jemi sërish bashk. Duket që kemi një skenar të përsëritur të protestës 10 shkurtit. Do të kërkoja të na raportoje çfarë vëren ndryshe në këtë mbrëmje të 20 shkurtit. Nuk e di nëse më dëgjon, sepse janë duke përdorur kundra gaz në këto momente. Po, dëgjohesh, Klodi. Gaz lotësjellës nga ana e policisë së shtetit dhe për këtë arsye është e pamundur për të raportuar pa patur kundra gazit. Duhet tekstuar se protestuesit, sikur se shikoni nga këto pamje që sjell operatori Daja, janë zhvendosur në anën e xhamisë në Namazgjas, përsa kohë që është e pamundur për të qëndruar në sheshin përpara Parlamentit të Shqipërisë, përsa kohë që është përdorur në masë të madhe gaz lotësjellës, e për këtë arsye jemi zhvendosur dhe po shikojmë në distancë të gjitha veprimet e forcave të policisë. Duhet kemi parasysh që në momentin që policia... Daliana, më dëgjon? Po, Klodi, dëgjohesh shumë mirë. Daliana, më dëgjon? Po, Klodi. Atëherë që në momentin që protestuesit përdorën molotov në drejtim të forcave të policisë, ata nuk kanë pritur asnjë moment, por fillimisht përdorën ujin për të shpërndar protestuesit, sikurse i shikoni nga këto pamje që po vinë live, dhe më pas në mënyrë të menjëhershme përdorën edhe gaz lotësjellës, duke detyruar pjesën më të madhe të protestuesve të largoheshin dhe të zhvendosin në krah të xhamisë Namazgjas. Sigurisht që brenda xhamisë, për shkak të muajit të Ramazanit, ka edhe besimtarë të cilët kanë qenë duke kryer ritin e faljes pak minuta më herët, sikurse ju po i shikoni, nëse operatori më ndihmon, janë duke u zhvendosur edhe besimtarët jashtë xhamisë, ndërkohë që nga ana tjetër kemi parë disa nga deputetët e Partisë Demokratike të cilët kanë qenë të pozicionuar në anën ku ne ndodhemi, sepse jemi në anën e kundërt, jo tek hyrja kryesore e kuvendit, të cilët të shoqëruar nga të rinjt janë larguar në drejtim të selisë së Partisë Demokratike. Sikur se shikoni, situata për momentin paraqitet e qetë, janë vetëm disa protestues sporadik, por edhe përfaqësues të medias të cilët po qëndrojnë këtu në sheshin përpara Parlamentit, ndërkohë që ende nuk ka një konfirmim nga ana e Partisë Demokratike nëse protestuesit do të rikthehen sërish për të vijuar, për të qëndruar këtu përpara godinës së Parlamentit. Duke qenë se në terren tensioni ndihet ndryshe, Klodi, më lejo të pyes, çfarë efekti ka gazi lotësjellës i përdorur apo uji i përdorur nga forcat e rendit? Zbrapsen protestuesit për t'u larguar apo ndihen të provokuar rikthehen më agresiv, sepse nuk është situata e parë që po krijohet, e pam edhe te kryeministria. Atëherë, për shembull, në këto momente situata është më e qetë dhe sigurisht është më e lehtë të qëndrosh në ambientet e jashtme dhe mund të raportosh lehtësisht pa pasur nevojën e kundragazit, sepse normalisht situata është përmirësuar disi dhe ajri është edhe më i pastër, por duhet kemi parasysh që shumë protestues kanë marrë edhe masa të ndryshme për të përballuar gazin lotësjellës apo presionin e ujit, disa prej tyre mbajnë çadra, ndërkohë të tjerët patjetër kthehen dhe reagojnë në drejtim të policisë. Bëjnë gjatë gjithë kohës thirrjet ramaik, sepse kauza ose thirrja kryesore e opozitës për momentin është largimi i kryeministrit të vendit zoti Edi Rama dhe zëvendës kryeministre zonjës Belinda Balluku, e cila sikurse dihet është në hetim nga ana e SPAK për abuzime me tendera miliona euro, por patjetër që ka rebelim në mesin e protestuesve, edhe pse duhet kemi parasysh që është thuajse e pamundur për ta për të qëndruar në një kohë të gjatë, përsa kohë që në momentin që hidhet gaz lotësjellës pamundsohet për të qëndruar në ambient dhe patjetër largohen, janë të pozicionuar, nëse operatori Daja mund të më ndihmojë, se disa e ka të mundur sepse është i pozicionuar mbi automjetin, janë të zhvendosur për momentin tek kryqëzimi
i rrugës së Elbasani dhe janë duke qëndruar aty, ndërkohë që një pjesë tjetër e protestuesve ndodhen përgjatë lanës përpara selisë së Partisë Demokratike. Forcat e rendit nuk kanë lëvizur, vazhdojnë të jenë të pozicionuara përpara godinës së parlamentit dhe duhet kemi parasysh që edhe pse jemi në distancë, disa nga koshat e plerave kanë marrë flak për shkak të molotove të përdorur, nuk ka shkuar askush ende për t'i fikur në fakt, sepse policia po qëndron në pjesën e jashtme të parlamentit. Duhet kemi parasysh që ditën e sotme policia e Tiranës deklaroi se nuk do ta merrte përsipër garantimin e rendit ose zhvillimin e kësaj proteste, por nëse do të mblidheshin dhe mund të kishte tentativa për t'ju ofruar institucioneve të rëndësisë veçantë, sikurse është dhe parlamenti, patjetër që ata do të reagonin dhe ndihej në fakt shumë qartë nervozizmi i policisë, sepse në momentin e parë që sapo kanë reaguar protestuesit, i menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i policisë dhe pa bërë thirrjet e vazhdueshme sikurse ndodh në rastet e tjera, po nëse operatori mund të ndihmojnë, janë pikërisht po kemi sërish po pikërisht është prapa krave të mi, këto po ju sqaroja sepse bëhet fjalë për pjesën tek kryqëzimi i rrugës Elbasanit që merr gjatë lanës për tek selia e Partisë Demokratike dhe sapo është hedhur një molotov nga ana e protestuesve, ka reagim të menjëhershëm nga autobotet e policisë së shtetit për të bërë shpërndarjen e protestuesve dhe për t'ju pamundsuar atyre reagimin. Me sa duket është gjetur kjo mënyrë për t'i shpërndarë protestuesit. Më fal Daliana, nuk e dëgjova pyetjen për shkak të zhurmës, kërkoj ndjes. Protestuesit drejt selisë së Partisë Demokratike, ashtu siç ndodhi dhe në protestën e 10 shkurtit ku stacioni i radhës ishte tek selia blu, pati një tërheqje të tyre. Po, sikur se shikoni nga këto pamje që vijnë live nga operatori Daja, janë pikërisht autobotet e policisë dhe forca speciale që janë duke bërë shpërndarjen e protestuesve. Dhe ditën e sotme në raport me protestat e tjera është përdorur shumë pjesa autobotit për të bërë shpërndarjen e qytetarëve, në momentin që ato kanë reaguar më pas është përdorur edhe gaz lotësielës, sepse kjo ka qenë edhe mënyra, sigurisht është edhe mënyra më efektive për t'i shpërndarë. Po të shikoni është edhe autoboti policisë që ka marrë flak, nuk e di se sa quhet sepse jemi të rreth 100 metër larg autobotit të policisë, por vijon hedhja e ujit dhe më pas janë në këto momente është përdorur gazi lotësielës dhe brenda 3-4 minutash protestuesit largohen për shkak se kanë pamundur të qëndrojnë. Askush nga eksponentët e Partisë Demokratike nuk shpjegon si do të vijojë protesta apo do të jetë ky momenti i fundit ku ata mblidhen përpara PD-s dhe më pas caktohet një datë e re për protestën e radhës apo për foltoren e radhës. Megjithatë, sigurisht që duke qenë se vetë policia kishte deklaruar që nuk do të merrte përsipër garantimin e kësaj proteste dhe kjo në një farë mënyrë ngarkonte me përgjegjësi organizatorët e saj, me sa duket edhe vetë organizatorët janë të kujdesshëm për të mos lënduar sigurisht jo vetëm protestuesit, por edhe forcat e policisë, sepse duket që të nesërmen policia mund të reagojë dhe të pretendojë se duke mos qenë përgjegjëse sipas saj për mbarvajtjen e kësaj proteste, patjetër mund të ketë pasoja për organizatorët. Nuk ka raportime deri në këto momente për të lënduar, megjithatë moment pas momenti përdorim të gazit lotësielës në këto momente përveç ujit, çfarë po shikon në këto momente, Klodi? Shikojmë që kemi një tjetër përplasje mes protestuesve dhe forcave të rendit. Është në raport me protestën e 10 shkurtit, është sepse në datën 10 shkurt pati nga të dyja palët pati një reagim jo proporcional, edhe punojësit e policisë hodhën gaz lotësielës në mënyrë jo proporcionale dhe patjetër pati një reagim agresiv ndaj protestuesve, por edhe protestuesit her pas here nuk i kursyen në protestën e 10 shkurtit forcat e policisë dhe pati të lënduar edhe në radhët e policisë. Duke që sot nervozizmi ose më saktë strategjia që kanë ndjekur policia dhe po ndjek policia është pikërisht kjo, për t'i shpërndarë protestuesit që në momentet e para kur ata reagojnë dhe duke mos ju dhënë atyre mundësinë që të ketë reagim. Po ta shikoni në këto momente sapo kuptojnë që është përdorur gaz lotësielës, menjëherë protestuesit dhe kryesisht të rinj largohen dhe zhvendosen në vende të tjera. Të vetmi që të paktën deri në këto momente nuk kanë lëvizur janë besimtarët të cilët janë vendosur në ambientet e brendshme të xhamisë së namazgjas. Pak më herët është kryer riti i faljes për shkak se jemi në muajin e Ramazanit, por deri tani të paktën nuk ka patur reagim nga ana e tyre. Janë duke u larguar disa prej tyre nëse mundet për rreth ambienteve të xhamisë. Si ndihet tani gazi lotësielës aty, Klodi, nëse mund të raportosh? Pasi shikojmë që kemi dhe një situatë paksa kaotike të tensionuar edhe në mesin e qytetarëve që ndodhen
në ambientet e xhamisë apo është thjesht panik dhe frikë për shkak të zhurmës dhe tensionit që krijohet nga hedhja e molotov? Atëherë zoti Kılliçi, mund na thuash çfarë po ndodh? Daljana, kam këtu Belind Kılliçi, nuk e di. Po, dhe të lutem pyete pak edhe Shini, si është do pa të vijojë. precedent, mund merrni pamjet live, janë edhe bombula gazi helmues brenda në xhami. Në fakt zoti Kılliçi sapo e raportoja këtë gjë. Megjithatë, policia e shtetit ka pretenduar, po hidhet edhe në këto momente gazdocjellës edhe mendoj që do t'i duhet Tu nuk po ndodh asgjë. Por Tu nuk po ndodh asgjë. policia ka pretenduar që ju keni përdorur në protestën e 10 shkurtit molotov në mënyrë pa precedent dhe për këtë arsye nuk garantoj edhe tubimin tuaj. Si do të vijojë protesta, çfarë po ndodh? Unë e kuptoj që ushtari i krimit organizuar Ilir Proda, ushtari i bandës Troplimve dhe i bandës Elbasanit Suel Qelës është i shqetësuar për protestën e qytetarëve, por të pretendosh rregull mbarvajtje nga ushtar të karteleve të narkotrafikut, kjo është çmenduri. Ne kemi marrë pjesë në një protestë tërësisht paqësore, ju e shihni që masat e ndërmarra janë tërësisht jo proporcionale. Tu nuk po ndodh asgjë. Ja ku jeni dëshmitar me mua, hidhet gaz në mënyrë pa precedent, sulmohen qytetarët protestues në mënyrë pa precedent. Tu nuk keni asnjë njerëz duke shkaktuar as edhe një revolt, as edhe një problem. Qytetarët janë të revoltuar për shkak se dhuna policore për të stepur për dalë në protestë është e pa precedent, kjo nuk ka ndodhur më përpara. Si e Siç shikoni shihni këtë? tani që flasim, tu vazhdon të hidhen. Si e shikoni këtë pjesë që më një Ju herë po të shihni hidhen edhe nga lart, hidhen edhe bombula gazi në mënyrë që këtu qytetarët të ikin nga protesta dhe të largohemi. Por si e shikoni reagimin e policisë, sepse ndryshe nga protesta e 10 shkurtit, ditën e sotme ka pasur një reagim të menjëhershme të forcave të policisë. Po ndjek policia një strategji për t'u shpërndar? Si keni policia po parë? ndjek një strategji për të mos lejuar tubimin. Pra që në fillim ne kemi padur të dhëna, sepse ka edhe policë të ndershëm, jo të gjithë janë një lloj. Pra kur unë them Ilir Proda është bandit dhe ushtari i krimit organizuar, nuk do të thotë që të gjithë oficerët e policisë së shtetit janë të tillë. Por ka dhe punonjës shtetit të ndershëm që na kanë njoftuar. Tani që ne po flasim, po vjen një bombull gazi do sjellës mbi kokën tonë. Na kanë informuar që do të kishte masa tërësisht jo proporcionale që në nisje të protestës. Kjo për të penguar zhvillimin normal të tubimit tërësisht paqësor. Ju e shihni që nuk ka të ri, ju e shihni ka familjar, ka qytetar, ka zyrtar të Partisë Demokratike që janë vendosur për të protestuar paqësisht. Do të vijojë protesta? Do të vijojmë, do ta shihni edhe ju, është hapa hapi. Janë munduar të shpërndajnë turmën edhe grupin e qytetarëve të njerëzve pyete zotin në Kolliçi disa që të kemi një zona të shpërndarje ndryshme. të protestuesve Ne në do mundohemi vendodhje të të grumbullohemi, ndryshme. do të mundohemi të vazhdojmë protestën sa më gjatë mundemi. Por kështu nuk vazhdohet më. I bindur jam që në momentin e parë që ne do të thrasim një protestë radhës, do të ketë një skenar tjetër, nuk mund të vazhdojmë as ne më kështu. Kılliçi, Daljana Sedia, kolegja ime nga studio, po më pyet nëse është strategji e Partisë Demokratike shpërndarje protestuesve në vendodhje të ndryshme para Ka ndodhur për shkak të gazit helmues, ka ndodhur për shkak të konfliktit që nisi sot policia e shtetit. Tjetër e ka fjalën zoti Kolliçi kur thotë nuk mund vazhdohet më kështu, Klodi. Çfarë parashikon Policia në një civil që na skenar kanë tjetër? marrë përdhunshëm qytetarë dhe të rinj që kanë qenë pjesëmarrës në protestë. Është vështirë të menaxhosh një grumbull njerëzish kaq të madh, por thirrja ka qenë për të mbledhur që të gjithë para parlamentit. E shihni që ka patur një blokadë ke Bashkia, ke Ministria e Infrastrukturës, ka një blokadë tu ke xhamia, por do të bëjmë maksimumin për t'u grumbulluar sërish. Kuptoni zoti Kılliçi, sepse kam pyetje nga studio me faktin që nuk shtyhet më kështu, Do të radikalizohen edhe më shumë protesta. që do thotë Që do të thotë? Që do të thotë, do t'i përgjigjemi dhunës Edi Ramës dhe dhunës e Ilir Prodës në mënyrë proporcionale. Po sot kur mendohet të mbyllet mjetet dhe protesta, format që Klodi? lejon një parti politike Pyete pak zotin Kolliçi. dhe një popull opozitar që ka të drejtën të protestojë kundër hajdutëve që janë sot në qeveri. Me Ka çdo pasur mjet. zëra ditë të fundit zoti Kılliçi që mund të kishte edhe vendosje të një çadre, duke përsëritur skenar të mëhershëm të përdorur nga opozita, pavarësisht se kush e drejtonte forcën politike. Ju keni drejt zonja Lala, po këto zëra kanë qarkulluar në media, kryesisht në mediat e qeverisë sponsorizuara nga vetë mazhoranca dhe nga vetë zyra e PR-it dhe komunikimit e kryeministrit. Nuk ka patur një skenar të tillë. Unë e kam parë në media, nuk është diskutuar në asnjë moment në Partinë Demokratike. Ju garantoj që në momentin e parë që ne do të vendosim qëndrojmë, do jetë një qendresë shumë serioze e vendosur dhe nuk ka të bëj asgjë dhe nuk ka asnjë paralele mes qendresës sonë dhe atij paralelizmi që kryeministri do të heqë me vitin 2017 dhe me çadrën e vendosur në vitin 2017. Pyetja e fundit, si do të vijojë protesta? Kur pritet Protesta të do të vijojë mbyllet? paqësisht nga ana jonë, po Klodi? ju mjafton, unë ju falenderoj që jeni këtu, ju falenderoj që pasqyroni realitetin çfarë po ndodh. Por siç e shihni, protesta nga ana jonë do të vazhdojë paqësisht derisa të mundim të grumbullojmë gjithë protestuesit që kanë ardhur. Duhet kuptoni, këtu ka nëna,
ka të moshuar, ka të mitur, ka fëmijë shoqëruar me prindër, ka të rinj, ka të reja që kanë dalë për problemet e tyre. Jo të gjithë janë antarë të Partisë Demokratike apo simpatizantë apo funksionarë Partisë Demokratike. Ne do të vijojmë që ndresëm. Faleminderit ju. Mirë, Klodi, të falenderoj për raportimin. Kjo protest, kështu Po. që do duhet të presim. Mirë, do të kemi mundësinë që të rilidhemi sërish